Mirëmbrëma Reni e mrekullueshme shkodrane. Mirë se erdhe zoti Basha. Urime, suksese me fitore kandidat e koalicionit Euroatlantik të Shkodrës. Është një kënaqësi që kjo Reni e mrekullueshme e Shkodrës po jep në mesën, po rrin në krah kandidatëve tonë. Po përkrahin programin e Partisë Demokratike Euroatlantike dhe po përçojnë edhe gjithë familja shkodrane. Faleminderit së Shkodrës Euroatlantike. Unë kam nderin dhe kënaqësinë të jap fjalën zotit Lulzim Basha. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej edhe një herë. Zonja dhe zotëri, kandidat koalicionit Euroatlantik, dashur të rinj dhe të reja, antar të strukturave tona të Shkodrës, ka qenë një mbrëmje me mbresa të jashtëzakonshme pozitive. Kjo që nisi me një shëtitje pedonale ku takuam shumë qytetarë, më pak të rinj se ç'kemi këtu për fat keq, dhe e dim që kjo është një brengë e madhe e Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë. E kudo na përshëndeten me pozitivitet, me shpresë, me pritshmëri dhe me fjalë të mençura shkodrane. Kështu që faleminderit gjithë atyre që na kanë pritur me kaq pozitivitet në qytetin e Shkodrës, që kanë javë tëra që mbështesin kandidatët tanë, programin ton, e që me 11 maj kanë vendosur të votojnë për ndryshim, jo thjesht për rotacion, por për ndryshimin e vërtet, koalicionin Euroatlantik, kandidatët tanë, numrin 4. Herën e fundit këtu kemi bërë prezantimin e kandidatëve. Dhe prej atij momenti, natyrisht në Shkodër e në gjithë Shqipërinë, fushata ka nisur. I ka çu kandidatët tanë në për familjet e Shkodrës, në lagjet e Shkodrës, në fshatrat e Shkodrës, anë mban qarkut Shkodrës, nga Malësia Madhe në Shkodër, në Puk e në Fusharës e në Vaun e Dejës, ku krah për krah njerëzve, kemi risjellë në vëmendje edhe një herë programin tonë, alternativën tonë të shpalosur me 1 qershor të vitit që shkoi, një alternativë e hartuar nga 100 ekspertët më të mirë të vendit dhe e certifikuar si asnjëherë më parë nga ekspertët europian dhe amerikan, disa prej cilëve folën në emër të Europës e në emër të Gjermanisë në hapjet fushatës, dhe nuk e kursyen të vërtetën që është një program ambicioz, por realist. E për këtë arsye kemi shpall me 1 qershor, për t'i lënë kohë qytetarëve, për ta parë, për ta lexuar, për ta kritikuar, për të debatuar, sepse një program i vërtet dhe jo një piramidë premtimesh elektorale meriton të diskutohet nga të gjithë qytetarët. Meriton të shikohet me vështrim kritik, e në këtë mënyrë t'i rezistoj testit më të rëndësishëm, testit të opinionit publik. Ruhuni nga ata që vinë me premtime 1 javë para zgjedhjeve. Mbajmë mend, Edi Ramën me premtimin e tij për 300.000 vende pune, kur ka përzon 1.7 milion shqiptar. Për shëndetësi falas, që të gjithë e dim që falas jo, po as shëndetësi nuk e ka emrin më. Për legalizime, ndërkohë që problemi i legalizimeve, problemi pronave në tërësi është kthyer në gangrenën më të madhe pas korrupsionit për ekonominë shqiptare, dhe një nga arsyet kryesore pse vendet e punës në vend që të shtohen paksohen, e pse rinia jone mrekullueshme shes si alternativë gjithmonë më shumë largimin në vend të qëndrimit në vendin e tyre. Por sot jam i inkurajuar, jo thjesht dhe vetëm nga pritja jashtëzakonisht e ngrohtë e qytetarisë shkodrane, e në veçanti e rinisë shkodrane, të cilën pa diskutim e shoh dhe si merit kryesore të kandidatëve tanë të mrekullueshëm dhe të marrjes dhe përvetësimit të tezave të programit ton si shpresë për ndryshim. Këto javë të fundit i keni parë këto teza të botohen e ribotohen me ngjyrat e partive tjera. Nuk jam xheloz, sepse thënia e mençur e shpreh qartë që kopjimi apo imitimi është forma më e lartë e vlerësimit.
janë kujtu vonë, dhe si çdo kopjac, që kopjon me sy e me dorë, po nuk e kupton dot programin, kanë një mangësi të madhe. As pensionet e prindërve tuaj, as vendet e punës, as ulja e taksave, as gjë nga politikat që premtojnë nuk mund të realizohen pa premtimin e parë dhe kryesorin, pa angazhimin që na dallon nga çdo forcë tjetër në këto zgjedhje. Angazhimin për të shkuar deri në fund luftës ndaj korrupsionit, sepse është korrupsioni ai që pamundson zbatimin e politikave, financimin e rinisë, të plagëve sociale si pensionet e ulta, të ekonomisë, sepse parat nuk mund të jenë njëkohësisht edhe në xhepat e të korruptuarve, edhe në xhepat e qytetarëve. Ndaj këtu në Shkodër, si kudo në Shqipëri, më kanë prit deri në futje në këtë aktivitet me refrenin e famshëm të kësaj fushate, 77-313. Sepse është fakti pakundërshtueshëm që kjo përmbledh të vërtetën e hidhur të vendit tonë. Korrupsioni është pengesa kryesore për zhvillimin ekonomik, për integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe fakti që gjysma e kabinetit qeveritar sot është te 77-313 dhe gjysma tjetër është në nënhetim për afera korruptive, e shpreh fare qartë se çfarë plagë duhet shëruar e para me qëllim që të ecet me shëndoshjen e plagëve tjera. Ndaj dhe përkushtimi i koalicionit euroatlantik prej fillimit ka qenë dhe mbetet mbështetje pa kushte për strukturën e posaçme antikorrupsion, për ta çuar deri në fund misionin që ka marrë para shqiptarëve e për ta mbushur plot 77-313 me të korruptuarit që janë ata grabicit e të ardhmes e të shpresës të rinisë shkodrane e të mbar Shqipërisë. Dy shprehje gjatë ecjes do t'i fus në fjalën time, nuk e kisha planifikuar, po mendoj që kapin kyçin, kapin thelbin e të vërtetës. E para, më tha një zotni, këtu tha, ju dalloheni. Dalloheni në rreth parë sepse keni sjell listën më të mirë. Listën e vlerave më të mira qytetare, e vlerave më të mira demokratëve. Shumë po rrahin gjoksin, por ata që i kanë vënë gjoksin opozitës kundër korrupsionit të Edi Ramës, të Tom Doshit, të Benet Becit me shok, ata janë kryetar të strukturave tona, janë kandidatët tanë për deputet të koalicionit Euroatlantik numrit 4. Po kështu vlerat më të mira, intelektuale, qytetare, sipërmarrjes, e të gjithanshme, gjejnë shprehje tek individualitetet e spikatura të ekipit ton, i cili i ndërthur të gjitha këto bashkë me vlerat e pakundërshtueshme të shërbimit publik të panjoll, të atyre që dhe kur ju është dhënë rasti që ju shërbejnë qytetarëve kanë bërë atë në vend që ta kthejnë këtë në një biznes për veten e tyre apo një shkatrim të figurës, personalitetit, integritetit të tyre. Dhe nga kjo pikpamje pa diskutim ajo që më thonë është e drejtë. E dyta, që po ma thonë dhe që e thënë në këtë mënyrë merr një kuptim të veçantë. Jeni unik, më thanë, për shkak të kandidatëve, jeni unik sepse të tjerët ose kanë frikë nga e vërteta, ose kanë turp nga e vërteta. Frikë nga e vërteta e dim kush ka. Frikë nga e vërteta ka Edi Rama. Për një javë mbyllet fushata, akoma s'm ka kthyr përgjigje o Rame ku i ke shokët. Akoma s'm ka kthyr përgjigje, po ka disa ditë ka filluar dhe ai me 7x7. E keni dëgjuar besoj. I fundit në Shqipëri që kishte mbet pa thënë 7x7, tashti filloi dhe Edi Rama me 7x7. Por s'po ja zen goja të vërtetën deri në fund. A ka frikë, apo turp, apo dyja bashk i takon atij t'ia thot shqiptarëve dhe shkodranëve. Sigurisht, mbindjen time ka edhe frikë, edhe turp. E ka filluar me 7x7, goja s'po ja zen 313. Po thot 6, pas 6.
as 60 milion, as 600 milion. Kot e rrotullon gjuhën në përgoj, 7 herë 7 bëjnë 313, atje ku janë shokët e Edi Ramës që kanë përpirë qindra miliona e miliarda nga taksat e shqiptarve, e që për 12 vjetë nuk ka realizu asnjë nga premtimet, përkundrazi ka përkeqësu çdo tregues të vendit. Kjo është e vërteta. Dhe pse është e vërtet, ka ngjitur kudo. Kjo është e vërteta që ne s'kemi as turp, as frik ta themi, sepse në ekipin ton, në programin ton, në kauzën ton, ka diçka që na diferencon nga ata që kanë frik apo turp nga e vërteta. E vërteta është arma jonë më e fortë. E drejta, drejtësia, e pavarur, e verbër, kuptimin e barazisë para ligjit është objektivi jonë. Barazia para ligjit është instrumenti ynë për të bërë realitet atë që qëndron në emrin e koalicionit ton dhe që është aspirata e Shkodrës dhe e gjithë Shqipërisë, një Shqipëri e zhvilluar, europiane dhe e mirëqen. Një Shqipëri e standardeve të njëjtat me ato të vendeve ku për fat keq është largu një pjesë e madhe e rinisë shkodrane, e shumë tjerë duan të largohen. Megjithatë, sot është një ditë për t'u inkurajuar nga prania e kësaj rinie, nga fuqia dhe energjia që i keni dhënë fushatës kandidatëve tanë, duke përfshirë kandidatët tanë përfaqësues të kësaj rinie shkodrane, dhe mbi të gjitha nga shpresa dhe besimi se e nesërmja do të jetë më e mirë. Kjo na mban bashkë. Kjo na ka mbajtur bashkë në kohët më të vështira, sepse në këtë rrugtim do të ishte pamundur të qëndronim bashkë për interesa të vogla personale. Ato ja kemi lënë atyre që kanë turp nga e vërteta. Nga e vërteta që edhe një fëmijë mund na e thotë. Atyre që përbetohen ditën për luftë kundër krimit dhe korrupsionit, e në listën e tyre për fat keq na kanë sjell Elvis Roshin e Ilir Metën. Kjo është e vërteta nga e cilat turprohen shumë për atyre që për një kohë gjatë kanë shpresuar se ndryshimi do të vinte në një rrugë krejt gabuar e pa kokë që kanë zgjedhur. Atyre, si shumë tjerëve që kanë reflektuar, ju them, demokratët e sakrificave, programin e demokratëve, sakrificën e demokratëve e gjenit mishruar pa kompromis me të vërtetën, pa kompromis me të drejtën, te koalicioni Euroatlantik, te numri 4, te kandidatët tanë. Cilin do që të votoni, çdo vot do të shkoj. Për koalicionin Euroatlantik, asnjë vot nuk shkon dëm, dhe të gjitha bashk do të prodhojnë deputetët e arshëm në bazë të meritës e të besimit qytetarëve. Ata që do të kenë më shumë vota, ata do t'ju përfaqësojnë në kuvendin e Shqipërisë, do përfaqësojnë Shkodrën, do përfaqësojnë Malsinë e Madhe, do përfaqësojnë Pukën e Fusharzin, Vaun e Dejes dhe gjithë grupet e interesit që janë në qendër të programit tonë. Nuk ka lojra. Nuk ka listë mbyllur, është fiktive, kanë dhënë dorëheqjen. Dhe nuk ka vezë qyqe. Ne nuk kemi kandidat që i ka caktuar Benet Beci, kandidat përbashkët, siç është ai, kryetari përbashkët i interesave korruptive. Ne nuk kemi kandidat të inkriminuar. Ne nuk kemi kandidat korruptuar. Ne nuk kemi njerëz që e shohin politikën si biznes për t'u pasuruar apo si streh nga drejtësia. Edhe kaq do të ishte e mjaftueshme për të orientuar votën e gjithë atyre që janë zhgënjur, e ndihen tradhtuar te koalicioni Euroatlantik, te numri 4, të gjithë secili për kandidatëve tanë që zgjidhni ti besoni mbrojtjen dhe promovimin e interesave tuaja. Por sigurisht është më shumë se kaq. Pa diskutim, vota për numrin 4 është vot pros pakut. Është vot për luftë deri në fund të korruptuarve. Është vot kundër pandëshkueshmërisë. Është vot për heqjen e imunitetit deputetëve. Është vot për vettingun politik. Sepse ky është parakushti që parat të kthehen në ekonominë shqiptare, të kthehen në investime për rininë shqiptare, të kthehen para për plagët sociale të Shqipërisë si pensionet, shëndetësia, familjet nevojë ekonomike, fermerët e rrënuar e të harruar e kështu me radhë. Pa këtë parakusht, gjithë kusht tjetër llomotit më kot. Në qoftë se lufta kundër korrupsionit nuk shkon deri në fund, para do të jenë e do të vazhdojnë të jenë në xhepat e shokëve, të 7-313 apo të shoqeve valltare me 1500 euro rripin
dhe me tesha që kushtojnë më shumë se pensioni 4 vjeçar, pensioni ushtarakut, më direkt të thoja. Kjo është zgjedhje. Këtë vendim do merrni. Këtë vendim do marri çdo shqiptar dhe çdo shkodran që do të shkojë të votojë me 11 maj. Me 11 maj o voton për veten tënde, për familjen tënde, për fëmijët e tu, për Shkodrën, për Shqipërinë në Europë, ose voton për Edi Ramën. Vota për numrin 5 është vot për të nxjerrë nga burgu shokët e Edi Ramës. Fatkeqësisht, vota për numrin 1 është vot për të nxjerrë nga burgu dhe për të bërë deputet Ilir Metën, apo Elvis Roshin e larguar nga ligji për dekriminalizimin. E vetmja vot, çelës në duart tuaja, jo thjesht një copë letër. E vetmja vot që jep 100% përkraje strukturës posaçme antikorrupsion, drejtësisë pavarur, që ta çojë deri në fund misionin që ka marrë përsipër në emër shqiptarëve, është vota për koalicionin Euroatlantik, për kandidatët tanë për numrin 4. Dhe me këtë vot, me këtë çelës, na jepni mundësinë të realizojmë politikat tona dhe t'i kthejmë paratë e vjedhura te qytetarët duke nisur te rinia Shkodrës dhe e mbar Shqipërisë. Investimi më i madh publik që parashikohet në programin ton, investimi më i madh, shuma më e madhe e taksave të shqiptarëve që do të shpenzohet në emër të programit ton, është për rinin. Ngritja e 4 kampuseve të teknologjisë informacionit, të inteligjencës artificiale, të megatronikës, robotikës, një në aksin Shkodër-Lezhë, një në aksin Tiranë-Durrës, një në aksin Korçë-Elbasan dhe një në aksin Fier-Vlorë, duke sjell instruktorët më të mirë që mund të gjejmë në Europën Perëndimore, Britaninë e Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, disa prej tyre shqiptar, të cilët pa diskutim paguhen shumë mirë, është një kosto e lartë, instruktorë që paguhen nga 40 deri 100.000 euro në muaj. Por ju siguroj se për çdo euro të taksave të shqiptarëve që do të paguajmë me këta instruktor, do na kthehen 10-100 fisht, sepse me këto 4 kampuse ne do të sigurojmë brenda një 4 vjeçari që 25.000 të rinj dhe të reja shqiptar të aftësohen si profesionist në fushën e teknologjisë së informacionit, inteligjencës artificiale dhe robotikës në nivelet më të larta bashkohore, dhe në këtë mënyrë të ngrejmë një model të mirëqenies, të aftësimit profesional për një treg të jashtëzakonshëm. Europa kërkon me qindra mijëra profesionistë në vit. Dhe këta nuk do kenë nevojë të largohen nga Shkodra, nga Lezhë, nga Shqipëria, por do të punojnë këtu me paga që fillojnë nga minimalisht 2.000 euro në muaj. Një shtresë e re e mesme profesionistësh. Shtresë e mesme në kuptimin e aftësive profesionale dhe intelektuale, në kuptimin e pavarësisë ekonomike dhe pa diskutim, një garanci nesër për një demokraci të vërtet, jo një demokraci hibride, një demokraci patronazhistësh, po një demokraci ku kjo shtresë e mesme do të jetë kyçi i formimit të opinionit publik. Ky është investimi ynë më i madh në programin ton 4 vjeçar, pa diskutim është investimi drejt për drejt te rinia shqiptare dhe te rinia Shkodrës. Ky investim, sikur në programet tona për zbutjen e varfërisë, për ardhin në ndihmë moshës së tretë që shkriu jetën në kushte të jashtëzakonshme dhe sot me pensionin nuk paguan dot pas ilaçeve të parimbursueshme shumica prej tyre dhe dritave as një javë, kur thon buk e djath. Sikundër, investimet tona për sipërmarrjen shqiptare dhe për një klim konkurruese të biznesit, e cila do të jap mundësinë edhe sipërmarrësit shqiptar, po edhe investitorëve të huaj, të kthejnë syt nga Shqipëria, të hapin vende pune me paga dinjitoze dhe të japin shqiptarëve mundësinë për të punësuar ata vetë apo fëmijët e tyre, janë shtyllat e programit ton ekonomik. 2 fjalë, ndonë se jemi në zemër të qytetit, ndoshta me kulturën më të thellë qytetare të historisë të 200-300 viteve të fundit, por 2 fjalë do të themi edhe për fermerët shqiptarë. Më të harruarit e Ballkanit. Shikojeni vëllezërit tanë në Kosovë, me subvencione, me investime në infrastrukturë, me të ardhura mesatare prej 1.000 euro për frymë, do thot 4.000 deri në 5.000 euro në muaj për një familje të vogël apo të mesme. Shikoni fermerin shqiptar, mirë që s'u çojnë subvencionet
se i vjedhin taksat e shqiptarëve, po vjedhin edhe taksat e IPARD-it. Taksat e europianëve që erdhën për të financuar fermerët shqiptarë, 76 milion euro. Sot programi ka ngrirë sepse qeveria shqiptare u kap me presh në duar, me euro në duar, dhe është në nënhetim si nga SPAK-u, ashtu dhe nga autoritetet europiane për këtë batërdit pa imagjinueshme. Ndërkohë fermeri shqiptar raskapitet. Nuk ka asnjë ndihmë. Produktet e tij konkurrohen në mënyrë të pandershme nga produktet subvencionuara që sillen nga grosist të lidhur nga shokët e Ramës. Konsumatori në qytete nuk arrin dot t'i marrë prodhimet e freskëta, dhe ato prodhime që i merr me shumë fish çmimin. Çmimet në Shkodër, në Tiranë, në një ushqimore janë më të larta se në Selanik e në Athinë. Çmimi i naftës më i lartë në rajon, e papranueshme. E gjithë Shqipëria një monopol për pasurimin e një grushti njerëzish. Ndaj për fermerët shqiptarë angazhimi ynë është 100 milion euro subvencione në vit, dhe kësaj do t'i shtohet pa diskutim, pas demonstrimit me vepra jo me fjalë të vullnetit ton për të luftuar korrupsionit, edhe parat e IPARD-it, 50 milion euro në vit për infrastrukturën, e cila është në gjendje të mjerueshme, mbaj mend se sa nevojë ka edhe Shkodra për rrugë aksesi, për kullimin, për vaditjen, dhe pa diskutim për të ndihmuar fermerët që prodhimet e tyre të arrijnë treg, apo të përpunohen e jo të përfundojnë kanale. E pra miqtë e mi, programi ynë nuk është një listë piramidale premtimesh. Ndaj ka pothuajse një vit që është shpallur, me çdo përpjekje e kanë fshirë nga ekranet, po ju mund ta gjeni në voto4.al, sikundër mund ta gjeni në takimet që do të vazhdoni të intensifikoni deri ditën e fundit me kandidatët tanë, një forcë politike me një program serioz, me listën pa diskutim, siç e pranojnë edhe kundërshtarët dhe rivalët, listën më të mirë përfaqësuese dhe me një vëmendje tek plagët e njerëzve, është garancia që nesër çdo vot për kandidatët tanë, për koalicionin Euroatlantik, është një vot për veten tuaj, për familjet tuaj, për Shkodrën dhe për Shqipërinë. Kështu që për ta përmbyllur me fjalët e Shkodranit, fjalët e mençura të Shkodranit që i takum rrugës për këtu, po, ka disa që kanë frikë nga e vërteta, ka disa që kanë turp nga e vërteta, ka disa që kanë vendos qytetarëve me i thonë të vërtetën, vetëm të vërtetën dhe gjithë të vërtetën, dhe me të vërtetën e me drejtën në krah për t'i shërbyer njerëzve dhe vetëm njerëzve, koalicioni Euroatlantik numri 4. I inkurajuar nga kjo prani rinore në këtë takim, që është parathënje e energjisë dhe e besimit të rinisë shkodrane dhe të qytetarëve të Shkodrës tek lista jonë, ju falenderoj nga zemra dhe ju siguroj se çdo përpjekje juaja për ndryshim do të kthehet në një sakrificë deri në arritjen e ndryshimit vërtet, ndryshimit që pret e meriton Shkodra e gjithë Shqipëria. Faleminderit. Duke falenderuar Zotin Basha për fjalën dhe duke kërkuar gjithë shkodranëve, gjithë banorëve të qarkut Shkodrës, të votojnë koalicionin Euroatlantik numrin 4, mos ta harrojmë. Unë do të jap fjalën të kandidatëve me radhë, të përshëndesin dhe një thirrje për çdo qytetar të Shkodrës, sidomos për rinin shkodrane. Fjalën e ka Zoti Amuli dhe me radhë tjerë. Faleminderit Zoti Bushati. Mirëmbrëma të gjithëve. Kam derin sonte që jam në mes këtyre të rive dhe të rejave të qytetit tim. Është një ditë që ne të gjithë bashkë duhet të bashkohemi si asnjëherë tjetër. Të bashkohemi këtij qyteti të dijes, të sportit, të artit, të kulturës, pasi e dim se gjithë qytetit tuash, pa përjashtim,
ka një smundje shumë të rëndë, largimin e rinisë edhe trive dhe trejave të këtij qyteti. Pa tjetër kjo është një gjë e rëndë. Është një gjë e rëndë se ne të rrisim një fëmijë, ta bëjmë 20 vjeç, një vajzë apo një djalë, është një diçka e rëndë t'ia çojmë Evropës dhe t'i japim të gatshëm për ta shfrytzuar për punë të veta. Kështu që unë do t'ju falenderoj shumë dhe do t'ju bëj një thirrje të gjithë së bashku, të bashkohemi dhe të ditë si na kanë metur, të shkojmë derë me derë duke kërkuar të na votojnë numrin 4, koalicionin Euroatlantik, që ta hekum një sahat më parë këtë të keqër që ka për Shkodrën dhe të gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Mirë mbrëma, faleminderit për prezencën tuaj. Nuk është e lehtë me fol para trive, madje është përgjegjësi shumë e madhe me fol para jush. Për një fakt që është mirë gjitha që politika në tërësinë e vet ka dështu përballë përgjegjësisë që ka pas për të siguruar për të rit, për fëmijët, për gjitha brezat në radhë, një vend ku të aspirojnë, ndërtojnë ardhmen e vet, ku të arsimohen mirë, ku të marrin gjitha shërbimet që kanë nevojë, ku të planifikojnë edhe të zhvillojnë të ardhmen e vet përmes bizneseve të suksesshme. E për këtë përgjegjësia është shumë e madhe e politikës. Në fakt për ne do të ishte gjë e mirë që më parë shumë më shpejt ta kishim kuptuar, më tepër si komunitet, si popull, edhe shumë më shpejt. Po ende si jemi vonë t'i bashkohemi forcave cilat kanë kurajo t'i bëjnë ballë situatës, një situatë ku pjesa më e madhe e forcave politike përfshihet në pushtet sigurisht e cila mban edhe përgjegjësinë më të madhe, që për vitet tana nuk bani asnjë hap në drejtim të ndërtimit të një shpresë për rinin, një shpresë e cila duhet të ndërtojë të ardhmen tonë këtu. Padyshim se nuk është koha që ne të mburremi për të kaluarën tonë, por duhet të jena krenar shumë e për atë që ka sot me sakrificë, me shumë sakrificë, duhet bëjmë gjithë bashkët për të sjellë ndryshimin. Unë të i dash sigurisht me jetu në këtë vend së bashku me fëmin tem, së bashku me fëmin e mi, me krejt familjen, po sigurisht edhe me gjitha familje tjera cilat fatkeqësisht jetojnë në dame. Do të bajt çështë e mujtën bashkë me kolegët e mi, sigurisht edhe me kryetarin tonë Basha, që të punojmë çdo ditë gjithnjë më tepër të ndërgjegjësojmë rinin, se ne mund ta ndërtojmë këtu një vend të përshtatshëm për ju. Nëse ne nuk arrijmë me bë diçka për ju, për vetes duam për gjë. Kështu që ju ftoj gjithëve, punojmë shumë këtë ditë, që të mund të sjellim një ndryshim vërtet, mund të sjellim një atmosferë krejt tjetër në Shqipërinë tonë, e cila meriton të jetë si gjitha vendet tjera zhvilluar. Ju falenderoj shumë. Mirëmbrëma gjithëve, përshëndetje, unë jam Naim Osani, vi nga përfaqësuesi i diasporës, jam avokat me profesion në Londër. Unë me vite merrem në vijën e parë të frontit me gjithë të rinj shqiptar që largohen nga mungesa e shpresës, nga mungesa e perspektivës në Shqipëri dhe shikojnë veten e tyre në perëndim. Është fatkeqësi që rinia shqiptare duket si një specie në zhdukje, por absolutisht është mrekulli të jesh një vend si Shqipëria, një vend i begat. Unë kam ardhur këtë mesazh me një mesazh të qartë për të thënë që Shqipëria është vendi ynë, Shqipëria është vendi që ne duam që të bëhet dhe çdo i ri duhet kontribuojnë në Shqipëri dhe të qëndrojë këtu. Rinia shqiptare duhet të jetë pararoj e ndryshimit në Shqipëri, duhet jeni ju që të luftoni për fatet tuaj dhe mos leni politikanët ju diktojnë juve. Me votën tuaj, me vullnetin tuaj ju do të vendosni për të ndryshuar Shqipërinë, për të zëri juaj është ai që do të ndryshojë të ardhmen e Shqipërisë dhe ju ftoj që të votoni koalicionin Euroatlantik, kandidatët e koalicionit Euroatlantik numrin 4. Faleminderit gjithëve. Mirëmbrëma, unë jam Elvisa Driçti, po e filloj
zanafillën e prezencës teme këtu. Para disa muaj, zoti Xhemal Bushati, drejtues politik, më afrohet dhe më bën një ofertë dhe më thotë, a do të kishe qenë dakord me ju bashku kësaj fushatet për me kandidu për deputet. Dhe gjatë bisedës që bëme, sepse normalisht që ke pyetje kur të ofrohet diçka e tillë, ishte që në këtë listë kur e fjala është meritokracia, sepse e di rrugtimin tanë dhe kjo duhet me kenë reflektuar edhe në skuadrën që je. I thash, po ku është kjo? Në listat e hapura, më tha. Njerëzit dojnë fair play, rinia dan fair play, nëse se shohin të përfaqësuesit ku kanë me gjetë. Ishte një pikë që nuk mujsha me hall poshtë. Normalisht kur futesh me kandidu nuk je vetëm, je pjesë e një grupi, je pjesë e një skuadre dhe normalisht për me pas performancë mirë do në me ditë me ke ka me lujt, me ke ka me kënë skuadrë. Dhe mu listunen emrat e kolegëve të në rumë të cilë vinë dhe përfaqësojnë segmente nga më të ndryshme të qytetit, të qarkut, por të gjithë në mënyrën e vetë të suksesshëm dhe mi gjithat të pastër nga ana e dekriminalizimit. Pra, asnjë antar, asnjë nga kolegët e listës nuk është në nënhetim, nuk ka rekorde kriminale dhe mi të gjitha nuk ishte pjesë e listës famkeqe ose e subjektit famkeq të Partisë Komuniste të Shqipërisë. Pra. Pika e tretë dhe që lidhet edhe me përfaqëson nga ana intelektuale ose profesionale ishte cila është filozofia e këtij koalicionit. Pra. Unë me profesion jam pedagoge dhe studimet e mia të doktoraturës i kam në economics. Dhe ajo që predikoj edhe që kam studiu është sistemi anglosakson, një ekonomi liberale, konkurrencë e pastër, treg i hapun. Si përfaqësohet kjo te programi jon, me taksën e shesht, me mirëqenien si kryefjalë të programit ton. Dhe në këtë formë e gjeta veten pra në një li, ajo që shkruaj në kërkimin tim shkencor, ajo që predikoj në auditor, dhe ajo që ka programi përputhen. Përballë këtyre tre argumente e kisha të pamujtur më refuzu Zotin Xhemal dhe e pash vedin mas disa ditë shpjes të kësaj skuadre dhe që ku jam i tu sot me ju të do një këtë rrugtim që ndoshta para disa kohë se kisha menu, por që besoj që kur të kalojnë kjo kohë nuk ka me u penu. Ju ftoj të votoni me na jepni vot besimin tuaj për koalicionin Euroatlantik. Secili prej nesh është i mirë në mënyrën e vet. Kështu që te kolona 4 ku doni. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Nuk është në një fat i madh për mua që e marr fjalën direkt mas profesoreshës, që foli me aq elokuencë. Megjithatë, unë po i them fjalët e mia. Nga ana tjetër është fat që jam në një skuadër me ekipin e koalicionit Euroatlantik. Që të gjithë mrekullueshëm. Ju jeni të ri dhe nuk besoj që më njihni, prandaj ndjej për detyrë shkurt prezantohem se kush jam. Quhem Ramiz Çobaj, jam ekonomist, ekspert sigurie, jurist, avokat, ish deputet dhe ish kryetari i Partisë Demokratike të Shkodrës. Menova që të rikthehem edhe një herë në politikë, sepse menoj dhe shpresoj që kam përdhanë diçka më shumë dhe do mundohem me aq mundësi sa të kemi së bashku me kolegët ta kthejmë rrjedhën e keqe që ka marrë politika e mbrapsht gjatë këtyre 13 vjetëve, 12-13 për banë. Çdo njani prej nesh e meriton besimin tuaj dhe të shkodranëve, sidomos këta tri të mrekullueshëm që i kemi në krah. Ju diskutohet si rini, tri do zgjidhni. Po te familjet tuaja se kalon nga një vot të eksperienca, nuk do jetë keq. Megjithatë, e rëndësishme është që asnjë vot nuk do shkojë dam, asnjë vot e juaja. Të jeni sigurt që nga ne do ketë disa përfaqësues, kur thëm disa, të paktën 2 në Kuvendin e Shqipërisë që do influencoj në qeverisjen e jashtme, që do punoj për integrimin e programit që paraqiti kryetari Basha. Prandaj nëpërmjet jush ftoj gjithë familjet shkodrane, ftoj gjithë banorët e qarkut Shkodër që të na besojnë, sepse kemi dhënë
prova që nuk e shpërdorojmë besimin tuaj. Ju faleminderit. Unë quhem Valbona Qukulisha, dhe unë kam ikë nga Shqipnia në vitin 1991, kam kanë brezi parë që kena ikë. Kur kam ikë, kam kanë pjesëtare vllaznis, laureume në biokimi, edhe e fejume me shokun tem tjetër, edhe ai sportist i vllaznis edhe mësues fiskulturet. Kena shku në përbot edhe kena vujt, por ja kena arrit, edhe kena arrit me që fëmijët tonë me shku në për shkollat mira edhe mu eduku në për shkollat më të mira të Amerikës. Problemi është masi që ne e kena arrit jetën, atëheran unë edhe im shoq kishim qef mu këthy në Shqipni. Jena këthy në Shqipni, i kena marrë fëmijët me vedi, edhe fëmijët tonë ka baka 1 vjet ose 2 në shkollat normale shqiptare me gjithë tjertë. Arsyeja ka kanë me mësu gjuhën shqipe, me njohë rajt e veta. Mas asaj, ata kanë shku mrapa edhe kanë kry shkollat e nalta në Amerikë. Edhe e njën vedin shumë të lidhun me kulturën shqiptare, vinë këto gjithë kohen, vinë edhe njerëz tjerë. Djali jem tashti ka hap një klub në Kaliforni edhe ka qef më ardhë me hap një klub edhe në Shqipni. Unë edhe im shoq kena 10 vjet që shumicën e kohës jena këto, se shkojmë edhe në Amerikë me pa fëmijë, por gjatë qëndrimit tonë këto kena formu 2 ekipe, njëri që është kampion në Korç, edhe tjetri që gati dolëm në finale këtë herë kundër Korçës Hipogradeci. Do të thonë 2 ekipe gati, njëri kampion, tjetri gati kampion. Edhe pse jam unë sot këtu, se nuk dua dhe me zgjatë shumë, po ishte shumë e rëndësishme me thanë, sepse unë kam pas qef me kanë pjesë gjaty në 10 viteve e shoqënisë civile. Edhe kryesorja për mua janë rinia. Rinia është aty ku shofun çdo gjë. Edhe e shifsha se rinia mësote kaq shumë, u përpiqte kaq shumë, edhe nuk arrite askur gjë në Shqipni. Edhe kjo ka një prej arsyeve që unë gjindem sot këtu. Unë nuk kam dashur të mu marr me politikë, por pamja e një përvojë të dhimbshme të rinisë në Shqipni, mu më ka ba, ajo një, edhe përfaqësimi grus, mu më ka ba me kënë sot këto. Qa ka kënë arsyeja që unë kam ardhe të koalicioni Euroatlantik, ka kënë lista demokratike edhe platforma e tyne aq demokratike. Po të shohim partitë e tjera, flasin shumë për ekonomin, flasin për bukën e gojës, se si me mush stomakun. As kërkush nuk thot plagën ma të mjerume të shoqënisë tonë që është arsimi. As kërkush nuk flet për diplomat falso, as kërkush nuk flet se si do të bëhet një rivlerësim i këtyne pedagogëve që kena që kanë dalë me këto falso. Kjo është një plagë shumë e rëndë, sepse në qoftë se na nuk kena pedagog që na i formojnë fëmijët, në qoftë se diplomat tona nuk kanë vlerë, atëherë pse duhet më na e fëmijët tonë këto? Pse duhet më shkollu këto? Ajo që na i bajmë rinisë, rinia duhet me pa një premtim prej nesh. Një premtim që në këtë tokë mund të edukohen, e mund të shkollohen, e mund të marrin një rrugë që mi jetu me vlera njësoj si të gjithë nëpër Europë. Prandaj, unë jam këto, sepse kena pas guximin me shku mrapa Zotnit Basha me programin që ai ka paraqit për ne. Ato të tjerë që njihen mirë me ato vendet ku janë të gjetë me rrogat majme, e me vjedhje, e me korrupsion të pa përshkrueshëm, unë nuk kam dashur me kanë pjesë të tyne. Prandaj nan, ju falenderoj shumë që na keni ndihmu e që jeni sante këtu dhe ju lutem një hap na e kena bajeni dhe ju hapin tuaj na përkrahni. Faleminderit. Mirëmbrëma. Është faktikisht shumë emocionuese prezenca këtu e kësaj audience tipike shpresdhënëse.
ku ishim të orë rrugës me Gjemalin të bë mohabetet e organizimit ku jena tek jena, edhe isha të menu se si i kanë vu karrigat, edhe më vjen mirë si e kanë vu kështu se ju nuk e dini, po i keni kthy shpinën një trendafilit me petalet kalbuna, e kam atje, ashtë atje në fund, dhe më thonë, ashtë edhe në degë i kalbun. Keni ne përbri freskis aty trendafila e plot jetë. Jam tepër i kënaqur me pas këtë lloj ekipit me larmi, ekspertizet, me pastërti morale, pas një lloj shajet të keqe në biografinë e tyne. Kjo është lista që ne ju ofrojmë qytetarisë shkodrane. E kryesisht të rinisë që i ka mungu shumë shpresa, ekzistenca aty në kalpsinave që sa po përmenda e ka pezmatu shumë rinin. Po diskutosha me Visen në kafe, që është shumë kënaqësi gjithmonë me pi kafe me Visen. Për ne që kena studiu politikën, ekonominë, kena pas i lënë bukur atë quhet game theory, është teoria lojës. Në ekonomi janë aktorët. E teoria lojës synon me nxjerrë një konkluzion si luajnë lojtarët. Njëri vepron, tjetri kundër vepron. Pas shumë veprimesh e kundër veprimesh, në rastet e diktaturave të sistemeve korruptive, lojtarët e lejnë lojën. Pse? Sepse këto sisteme shpërblejnë më të këqit. E kjo ka në Shqipni. Kjo është arsyeja që kanë ikë motrat e vëllezërit tuaj në emigrim. Kjo është arsyeja që çdo resurs material sot në Shqipëri është i përqendruar në 10 vetë, sepse shqiptarët nuk dojnë me lujt këtë lojë. Është koha që t'i japim fund. Kjo grëmullim këtu mu më jep shumë shpresë. E gjithë këqijat e këtij tranzicion faktikisht kanë rënuar mi shpatullat tuaja. Po janë pikërisht to shpatulla që do ta çojnë Shqipërinë përpara. Këtë val, këtë optimizëm përhapeni sa më shumë në çdo cep qarkut Shkodër deri në ditën e 11 majit, do t'ja dalim. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma, unë jam Antoniola, nihem shumë në rume që jam mesin tuj, në mes një rinie që frymëzon edhe do ndryshimin. Rinia është e sotmja dhe e ardhmja e vendit. E pikërisht kjo rini duhet bëjë maksimumin për largimin dhe ndryshimin e politikës të vjetër 35 vjeçare që ka kapluar vendin. Rinia do me ndërtu këto të ardhmen e tyne, jetën e tyne. E këtë mund ta bëjnë në fakt nëpërmjet programit Mirëfill që Koalicioni Euroatlantik ka dhe me vlerësimin edhe mbështetjen e CDU-s gjermane si programi i parë i djathtë në Ballkan. Unë nuk dua zgjatem, sepse kam emocione si mërja që jam e ekipit, por ju ftoj gjithëve që të votoni numrin 4 dhe Koalicionin Euroatlantik. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, atëherë për prezantimin besoj se shumica visi jam. Shkurtimisht, ato janë e shkuara, ju jeni e ardhmja. E keni ju në dorë të ardhen tuaj. Mos i lini ato të vendosen ato për ju me lista kryetash, me lista 1, 2, 3, 4, ne na keni të gjithëve përfaqësues direkt, mund të na votoni, mund të na sugjeroni. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, jam Nikolina Dovani. Do ju thosha e këtij publikut mrekullueshëm që na ka rrethuar këtu, që të keni besimin e plot tek numri 4, tek koalicioni jon, tek koalicioni Euroatlantik. Të na jepni besimin dhe mundësinë që të punojmë dhe t'ju shërbejmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe të jemi gjithmonë në shërbimin tuaj. Ju falenderoj gjithëve. Votoni numrin 4. Votoni për Shkodrën, votoni për të ardhmen në mënyrë që të hapet një dritë jeshile në qytetin tonë. Faleminderit.
Në këtë moment nuk jam për me myll, jam për me falenderu kandidat për deputet, dhe me bëha edhe herë thirrje gjithë miqve të mi, gjithë qytetarëve të Shkodrës, të qarkut Shkodër, votoni numrin 4. Votoni koalicionin Euro-Atlantik. Keni mundësi me zgjell kandidatet më të mirë. Ashtu, si çdo qytetar i Shkodrës thot koalicioni Euro-Atlantik i ka kandidatet më të mirë, mos e hupni shansin, votoni.